Mirëmbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar kudo që ndodheni në botë. E them në botë për arsye se zojtë e shqipojnës janë shpërndar në të gjithë botën, por më mirë të them troq janë përzën nga toka e tyre. Për arsye të dashur shqiptar 35 vjet e kanë marrë ignorantët, shqip folësit, hajdutët, vrasësit. Çfarë si kanë bërë Shqipërisë për 35 vjet? Ambasada amerikane dashur shqiptar, 4 ambasadorët e fundit, sidomos Yuri Kim, që ja vun emrin Kimete, PD-ja ishte ajo që ja vuri emrin Kimete, i tha të tjerëve, bushatit me shok në për televizorët, bëri çmos që t'i thoshte popullit shqiptar që dy partit janë bashkë. Për arsye se shumë demokrat që e donin Shqipërinë kanë qenë në përburgjet, pavarësisht se çfarë kanë qenë në përburgjet, pse kanë qenë, ishin futur me PD-n dhe besonin që do shihnin një dritë të bardhë. Po ishën në kundër, sepse në partinë që e krijovi Ramisalia të pesta, e kam fjalën për PD-n, më në krye Berishën, partinë Republikane më në krye Sabri Gotën, partinë Socialiste më në krye Fatos Nanon, po ashtu dhe partinë Sociale Demokrate me Gjenushin dhe partinë e Cekës. Por në partinë të quajtur PD, ishë 2 persona dashur shqiptarë, një qyshe Sali Berisha, një Gromas Pashku. Pra, ata e shkatruan Shqipërinë për 35 vjet, ambasadorja e fundit, Yuri Kim, gjetim në atë mënyrë që të dyja partit të thoshte popullit shqiptar që 2 partit janë anti-shqiptare, të 2 partit u kanë vrarë, u kanë vjedhur. Pra, unë erdha me mision dashur shqiptar për të bërë qeverinë teknike dhe për t'i thënë shqiptarëve realitetin. Sepse unë me mision 50 e ca vjet dhe do t'jem deri në minutën e fundit sa të kem jetën për të mbrojtur kombin e bekuar Amerikës dhe kombin me mira vjet e me mira vjet kombin tim që quhet vendi shqiponjave Shqipëri. Pra dashur shqiptar erdha, sepse kontratë e ty mbaroi për 32 vjet. E zë 32 vjet, tash u bën 33, për arsye e zë që ditën që Berisha u bë president në 92. Nuk i zë 2 vjet e Ramizit që u i quajt presidenti demokrat, që s'ishte demokrat, as Berisha. Pra, shqiptarët e dinin që partia e Berishës ishtin demokrat. Po si mund të ishte demokrat kur Berisha ka qenë sekretari i rini, sekretari partisë komuniste, ka qenë sekretari i shëndetësisë edhe agent spion. Pra, dashur shqiptar, kjo e tregon realitetin, sepse kur përfundon si që mbahet Ramazani 30 ditë, në 30 dhe ditët e fundit tregon realitetin çfarë si e ke mbajtur Ramazan. Të dashur shqiptar, ju shikoni një pikturë këtu, një foto origjinale, shihni njerëz të thritur nga Berisha, po nga organizata e tyre që varet direkt nga serbët. A e shihni dashur bashkëdhetar shqiptar? A shihni dhe një flamur shqiptar? Mirë, hajde flamur Amerikan nuk e duan, por nuk dash kanë flamur shqiptar. Sepse gjithë kjo demonstrat të paktën, të ishen të paktën 1000 flamur shqiptar. Sepse flamuri shqiptar, të dashur shqiptar, është skuqur nga gjaku që është bërë me mira vjetë.
Po t'i themi këto vitet e fundit. Pra kjo është ajo PD-ja dhe PS-ja. Unë u thash 2 ditë përpara, dashur shqiptar, që dojen më shumë nga PS-ja se nga PD-ja. Janë paguar nga $300, janë paguar nafta, vetëm nafta e benzina ipni $200. Ne i kemi emrat, njerëzit të fotografuar me anë satelitit, të kontrolluar dhe çfarë kanë vizituar me përçarjen që i bën kombi shqiptar. Pra mund të shohim foton tjetër, sinjalin e 97-ës, a i shihni të dashur shqiptar, vetëm një flamur ka Berisha, do të thot, mendovi ai se do t'ja hidhte botës, dhe me ku unë kam flamuri shqiptar në dorë, shenje ti, posa e mbarovi, folin e ti që tha jemi 1 kilometro afër, sa e ngriti flamurin, sinjalin e vërtiste, hithnin dhe kërkonin të diqinin policin. Po cilën policit dashur shqiptar? Policin që merë $600 në muaj. Ajo policia, tamam si bomba që ra në Gërdec, që u vranë fëmijët, ishin pa bukë, pa ujë, të njëjtë dhe policia, ja se ka deuri kanë qenë. Çfarë të bëje me $600, në qoftë se e jeton në Kruj, fush Kruj, do shkoj në darkë me makinë, do të harxhoj atë naftën, ati si dalën për një kafe në mëngjes. Që është bre qëllimshme, që policia shqiptare të arrijë të bëhet slave i vendit të tij. Kurse drejtorat, makinat e tyre bëjnë tregti, drogë dhe futen njerëz që kërkohen nga ndërkombëtarët, po nga Shqipëria, po kërkohen dhe nga policia ndërkombëtare, sidomos edhe nga FBI-ja, që rrinë, strehohen në Shqipëri, që i kërkojnë në Evropë. Pra të dashur shqiptar, e shihni duke djegur, dhe kriza me madhe duhet të dini dashur shqiptar, 4-5 deputet u thashe në fillim emrat e tyre, një gaz bardhi, një flamur Noka, një tomor Alizoti. Pra këta njerëz vjen dhe shtyn policin. Pra policia zbente shamat, kishte frikë nga këta. Kishte frikë sepse kishte urdhër direkt nga drejtori policisë që të mos i prek, që të bënin rëmuj. Po nuk kam thënë shqiptarët e mi. Nuk kam me në theshtat. Nuk kam me të japësh naftën, ushqim për tanket e avionet e Sërbit. Nuk kam me Gërdec të dashur shqiptar. Nuk kam me piramida. Nuk kam me 97-ën që avra 5.000 veta. Nuk kam me 21 janari. Këto që i përmenda, këto ditë, besoj se nga fillimi janarit vend të gjithë dhe burg për çështje krime, vrasje. Pra të dashur shqiptar, kjo ishte njerëzit që ishe bledhur, më vjen shumë keq që them, por ishën nga veriu. Ishën ata që të bjerë dëmend të them, gjyshit e strëgjysht e tyre i vravi komunizmin për 26 vjetë. I vravi për 35 vjetë, i lam pa buk, pa katandi, pa pension. Por, u bënde rrugën që të paguanin, atë rrugë që e quante Berisha rrugën e kombit, që pagojnë kuksianët para. Është bre qëllimshme, për të varfëruar, për të mos erdhur në Tiranë, për të mos hapur një tregti. Pra, dashur shqiptar, shkurtimisht, tëra këto hidhrime mbaruan. Ju do shihni një ditë të re, një ditë do të i quani vitin 1910, që kanë qenë deputet për 35 vjetë. Më shëgoni drejt e në sytë po u shëgoj. Që kanë qenë deputet për 35 vjetë. Që kanë qenë kryeministra, presidenta, ministra, zvendës ministra.
nuk do ekzistojnë emrat e tyre, nuk do frigorifojnë, do quhet dhe 10 një ditë e bardhë. S'do kenë jo pension, po ata do jenë në burg. Ata do punojnë me zinxhir dhe këmbë e dorë. Pra dashur shqiptar, kaq kam për t'u them për këta, sepse kemi më punë, nuk na lënë mizat e kalit, mund të shohim fotot të tjera dhe mund të dashur bashkëdhetar, a shikoni, o shqiptarët e mi ku do qeni në botë, krizën që prindrit tuaj vuajnë, vëllezërit tuaj vuajnë, lagja shokët tuaj që një rritur me bukë thatë, a i shini këto fytyra. Këto fytyra quhen gjykata kushtetuese, që e ka bërë Sali Berisha me Nanon e me Edi Ramën. Që e kanë bërë, i kanë emëruar, i kanë marrë nga rruga në emër. Në emër të tjerëve, në emër të Soros, në emër të grekëve, të serbëve, dhe i kanë bërë të gjykatës. Nuk janë të gjithë të keqë të dashur bashkëdhetar, po ja 5 veta do t'i shihni vetë ju kur të burgosin. Unë i lajmërova brëm këto figura, sidomos të dashur shqiptar, këtë zonjën me flok të kuqe, që me djersën tuaj i ka bërë kaçorela, me parat tuaja, dhe e shoh këtë zotni në fundi, Gentin Ibrahimi. I lajmërova mbrëm, si shqiptar që jam. I lajmërova mbrëm, si kryeministri i qeverisë teknike. Disa do ftasu vjen mirë, po unë i jam kryeministri i qeverisë teknike dhe do jem kryeministër nesër të shërbej kombit shqiptar. E më vonë do bëhet me president, kush jeti zoti, le të vi bashkë me mua dhe ta fitoj. Pra dashur shqiptar, i lajmërova mbrëm me gjak ftohtë, u thash dilni nesër, para se të vej, do me për sot të dilnin, para se të vej spaku në atë kuvend të farmatosur, në atë kuvend të rrugaqve, të shqip folzve, në atë vend që kanë bërë dallavere për 30 e ca vjetë, dhe ti llogarish nga 140, 5 veta janë, të them, pak të pastër. Të gjithë janë për burg, të gjithë kanë vjedhur, të gjithë janë të emëruar e jo të zgjedhur nga shqiptarët. Pra, Genti sot, Ibrahimi, e bëri përçarjen me njëherë se sot do t'jipnin vendimin, dhe do jipnin vendimin tamam realitetin, vendimin që gjykata e Spakut e tha që zvenc kryeministria të mos shkojë me në kryeministri, po të arrestohet. Pra sot e bën. Unë them prap, u jap një rast përsëri. Kur them u jap një rast përsëri, po flas në emër të qeverisë teknike. Po flas tamam si kryeministër, si misioner, si gjys të gjyshi i kam të vrarë, jo që kanë qenë sëmur, po i kam të vrarë nga armik ton shekullor dhe nga armik bolshevik të komunistave që e çfryzuan Shqipërinë për 46 vjetë. Pavarësisht se unë jam me mision, unë jam në mbrojtje të kombit amerikan, të tokës të bekuar, dhe jam në mbrojtje të tokës time të mira vjeçare, që quhet Shqipëri e Shqiponjave. Pra dashur shqiptar, po o them edhe njëherë, po i shgoj drejt në syt, gjeni nesër që me natë, vendosni për ndryshe, ju do bari përgjegjësi jo penale, personale, familjare. Sepse e keni dëmtuar kombin e Shqipërisë për 35 vjetë. Dosjet e tyre janë shumë të mëdha. U kam thënë që përpara. Ne e dim kur keni lindur,
si keni lindur, çfarë keni bërë këto 30 e ca vjet, si i keni marrë diplomat, çfarë jetoni, si i keni vendet, vilat, me qa makina shëtisni, ku hani, ku pini, edhe shkurtimisht si flini, dhe si mirë një frymë më darkë. E keni dëmtuar kobi shqiptar dhe të gjithë të palarat e Sali Berishës, të palarat e Edi Ramës, po birë në kraun tuaj. Uaholli Edi Rama. Nese Edi Rama thot, unë e hiqe zvëndës kryeministren, po nuk më linte kushtetuta. Pra përgjegjësia do të birë ju. Nëse ju nuk do arrestojeni këto ditë, minutën që unë hy në kryeministri për t'i shërberë kobi shqiptar, unë do t'u arrestoj dhe ju do punoni me zinxhir në dorë për t'i thënë popullit shqiptar çfarë keni bërë. Keni një rast nesër në mëngjes, para se Spaku të vejë në parlament, e nëse ata nuk e heqen imunitetin të quajtur imunitet, ajo do arrestohet flagrans, Berisha do arrestohet flagrans dhe Edi Rama do arrestohet flagrans. Pra e njëu them, keni rasten deri nesër në mëngjes. Gjithë shqiptarët sot prisnin. Gazetarët ishin prapa mureve tuaj, prapa dyerve. Dhe të gjithë e ipnin sot që kushtetuta mori fund, do e japi lajmin e mirë sot. Kurse ju, me të dëgjuar me atë fytyrë atje, që ka qenë ngjitur me një trup, me sorron e Sorrolopos, me babën që i sorron, edhe me të birin Aleksandrin. Pra të dashur shqiptar, unë nuk kam thënë e kemi bashën e madhe, kemi Qelsin, ne nuk pyesëm as Sorro as Sorrolop, unë u kam thënë hapur, ne kemi kudo, ne jemi në Evropë, ne jemi në Amerikë, ne jemi në Shqipëri, ne jemi kudo. Për ta bërë Shqipërinë dhe për t'i marrë këta, t'i shihni me sy tuaj, duke punuar me zinxhir në këmbët e me zinxhir në dorë, çu kanë bërë juve. T'jeni të bindur sot, këta në shkaktarët e 35 vjetëve. Këta kanë bërë çdo gjë. A e mbani mend ministren e jashtme që ka vjedhur Bregdetin? Këta ja falë nuk e lejuan t'ja hiqin imunitetin. E këthyen dhe e mbajtën prapë. Ajo do arrestohet shumë shpejt. Ja këta persona, këta ku s'kanë qenë me çdo gjyqtar. Pra, e një po them, sidomos Fiona Papa Jorgji, je kryetare, mblidhe mendjen, dil nesër, dhe në qoftë se një nga ata ikë përsëri, thuaj ka ikë filani. Sepse ne e dim çdo gjë. Unë u thash, ne e dim edhe si flini. Dhe qa flisni në ëndër. Të dashur shqiptar, t'jeni të bindur se do arrestohen të gjithë flagrantës. Këta nuk janë shqiptar. Se po t'ishe shqiptar, ajo demonstrata që u bë, të paktën të ishin 1000 flamur shqiptar. Ne të dashur bashkëdhetar bëm me qiri dhe kishëm 112 flamur. Shikojeni vetë. Po të bëhet demonstratë si kjo, ne do kemi 200-300.000 flamur. Për këtë flamur, ne sot jemi në këtë gjendje. Për të mbrojtur flamur, kurse këta e kanë hedhur poshtë. Pra, regjizor ka mundësi të dalëm diku tjetër. A e shihni këtë foto të dashur bashkëdhetar shqiptar? Edi Ramën. A e shihni Edi Ramën, shqiptarët e mi, me një kapel të Izraelit. Ky person, vete në Vatikan, u thot, unë jam katolik. Vitën e Papandreou, ja vishte pantalonat e ja hiqte,
unë jam krishter grek. Në Serbi, unë jam sërb. Pa pik turpi, ngrihet, dhe vetën Izrael, dhe takohet me kryeministrin e Izraelit, është i pari në glop, një hajdut, një kriminal, një vrasës, që është dënuar nga Haga, nga gjyqi ndërkombëtar. Vete takohet dhe hap propagandën në Shqipëri, që unë jam me Izraelin, sepse Amerika është numër 1, pas mendimit të këtij propagandës, dhe numër 2 është Izraeli. Të dashur shqiptar, Amerika është numër 1 dhe është Zoti. Kurse Izraeli është atje ku e ka vendin dhe o të gjej atë që kërkon. Që të vrasësh dhe të nxjerrësh në për televizore që Hitleri ka vrarë njerëz të pafajshëm që s'kishin faj të Izraelit, që thuaj të fjalë popullore që fut, u dënuan dhe dita disës gjejnë nga një gjeneral dhe e dënojnë se bëri krim vrau njerëz të pafajshëm. Kurse kryeministri Izraelit e ka bërë më keq se Hitleri, nuk ka lënë fëmijë dhe mislla dhe bomba pa hedhur në vendet ku janë fukarenj, në vendet që s'kan fuqi të luftojnë, dhe në të kundërn i ka bërë dëm Izraelit. Unë kam mja shok të Izraelit, që fut, edhe në punë që unë kam mja shok. Ata thonë, ku ne ta shojmë të varur atë kryeministër? S'dua të hyrë në histori. Pa ata, Izraeli, janë motre vëlla me muslimanët. Historia që është, s'dua të hyrë fellë, po shkurtimisht. Pra, erdhi dhe presidenti i Amerikës dhe bëri në Evropë bordi i paqes. Po kush u bë antar i bordit të paqes? Për të mbledhur para për të mashtruar njerëzit. Për të mbledhur para për veten e tyre. Dhe në bord u firmos nga kryeministri Izraelit. A here, përse ishte ky bordi i paqes? Gjoja, për ndihmë për të ngritur gazën, njerëzit janë vrarë që sot i shikoni vetë e pa parë një histori, po vdesën fëmijët në dëbor, pa ngrën, zbathur kemët në dëbor. Ju të dashur shqiptar keni fëmijë. Mua nuk më intereson nga janë. Më intereson sepse kam vojtur vetë të Shqipëria në përkampe të ndërnimi, shkonim zbathur në dëbor, në breshër, në shi. Atë bënte regjimi komunist. Ja pra në Izrael. Do me thënë, do bënin gazën që ai e prishi. E prishi sepse të nesmen do vinte në gjyq. Dhe sot i kërkon falje presidentit të Izraelit, se presidenti i Izraelit nuk e do kryeministrin. Ky vete ngrihet, vete një kapuçe në kokë, e vete dhe në muri aty, dhe e muri është për të thënë, o Zot, demet që i kam bërë të më falësh. Po ku falet a imo? More e diram, ke hapur propagandë se ti e ke me Izraelin, e ke mirë me vajzën e presidentit, do të kesh mirë me presidentin e Amerikës. A i ka hallet e tia, ka problemet e ti, se çdo familje të dashur shqiptar ka hallet, po hyre në impozit të madhe ke probleme. Pra, a i ka hallet e ti, ky thot, mua më ka thënë që më mirë të shkoj dhe vajzë e ti në Vlorë, edhe vendri ti na vjen mbas 2 ditë, për të bërë në Sazan, për të sjellë nga Izraeli.
Të dashur shqiptarë, këto janë palavra, këto janë mashtrime, këto janë taktika sërbe, greke, këto janë këta mizat e kalit, si fytyre e këti, që ngrihet, shpenzon parat e shqiptarëve, gjakun e shqiptarëve, gjakun e atyre që janë mbytur në det, që u ashpojnë ato gomenat, varkat që të mbyten, a e harrovi vaporin e Vlorës që u mbytën edhe sot nuk i gjenë ku janë eshtrat, tronton. Pra të dashur shqiptar, ka ardhë fundi i këtyre, fundi me turp, po këta s'kan turp, që s'kan din e iman, kështu thoshin, ma i mënd kër ishe i vogël. Pra, erdi koha juaj shqiptar, e janë i që ju i një gjumë, ta bëjmë Shqipërin, kemi rasin më të bukur, Amerika është me ju, kur them me ju, është me 97% të shqiptarve. Në Amerikë shqiptarët kanë përparuar, kanë restoranta, kanë tregti, këta që kanë erdhur mbas 91-shit, 92-shit, deri në 98-ën, sot janë profesora në Amerikë, janë inxhinier, doktor, shumë shqiptarë, janë të aftë. Amerika i do shqiptarët, sepse Amerika është financuar nga shqiptarët. Flasë që kur presidenti i Amerikës, Washingtoni, ka qenë general, është financuar nga shqiptarët, sepse babën e tij e martuan me shqiptare. Do me thënë nena e generalit e më pas nena e presidentit të Amerikës të parë. Pra, ne rrënjët i kemi shumë të fella dashur shqiptarët. Asë na intereson ku bie Izraeli, se ku shkoj punë e tij. Ne më përpara duam të pastrojmë Shqipërinë nga plirat që na kanë zënë në përkëmbë, nga gjyqtar, nga prokuror, nga të quajtur analistë e gazetari që grill sallata çdo natë në për televizore. Disa më shkruajnë, ja 2 veta më shkruajnë e më thonë pse Pilinçi nuk vete në televizor. Pa të janë televizorën të shqiptarë, mua më kaftuar e s'ka majtur. Kjo që e qëllimi që ne hapëm të veshpresëm. Sepse televizorit e tyre bjen erë sërb, erë grek, erë anti-shqiptar, bjen erë mizakali, që u kanë vjedhur ju, që u përzren ju për të detit, që keni lënë nënën e babën jetim, pa bukë, pa ujë. Sa prindër kanë vdekur, mbas 3 muaj i kanë gjetur, sepse këta nuk e duan Shqipërinë. Se po ta donin aty ishe flamurët kur bën demonstrat. Po doan ta djegën, të përvlojnë, po jo. Pra, të dashur shqiptar, erdhi koha e juaj, keni gjetë piktur tjetër? Pra, të dashur shqiptar, nëse nesër gjykata kushtetuese ata 5 veta, nëse nesër nuk ven, thash dhe po them të më shgoj drejt e në syt që Pilinçi është dikushi, do jep një llogari. Do jep një llogari dhe unë u them shqiptarëve, o shqiptarët e mi, mbajni mend. Tu bëni gjyq popullor. E dini vetë çdo të thotë gjyq popullor. Këtyre që u coptuan. Gjyqet a i shini qa po bëhen. Po dahet familja. Gjyqtarët e shtyn me vite, sepse janë sekser, me inxhinier, me avukat, bashkëpunojnë bashk. I shtyn gjyqet, sa do m'japësh. Në qoftë se nuk jep, e shpije në shkallë të 2, të 3, e zbret prap. Këtu janë të gjithë të dashur shqiptarë. 3% u kam thënë. Janë avukat me diploma që quhet gjithmonë
e kam dëgjuar këtu diplomat e plepit. Janë me shkollë, të quajtur me shkollë, po pa shkollë, me të firmosur nga Gjoç Sorlla, me diploma, si Lulëzim Basha, që s'ka mbaruar një ditë për jurist. Por vajti në Holland, pa një bar të bukur, një restoran, dhe disa ditë, dhe shkoi dhe u bë spion për Kosovën, me një grup jam 5-6 veta, që ishin. Këto diploma kanë këta dashur shqiptarë. Kjo është qëllimi që nuk pranojnë intelektualet të afrohen afër tyre. Po kam pranuar gjithmonë lumin. Han pra intelektual që jeni në heshtje, që u ka lënë mbrapa, nuk u ka fut punë. Profesor, mësues, që keni qenë, që i keni dashur studentët. Ata student e kam fjallën unë, që i keni mësuar ju, në 91, 92, 93, dhe në 97, që sot në Amerikë janë profesora nga ju, se keni qenë profesor, vërtet, keni qenë vërtet mësues. Kurse sot, u vend prindrit të quajtur, deputet, ministra, zvendës ministra, rrugashëria, vete dhe godet mësuesën, pse ma shanë djalin. Vjen shpinë droga, për të eliminuar kulturën e Shqipërisë, sepse jemi një shtet i pari në botë, më të kulturuar, më të zgjuar, që din 5-6 gjuhë, por të dashur shqiptar kemi një të keqe. Kemi 82 vjetë që spionojmë vetë vetën. Kur jemi me një grupë 7-8 veta, qeshim bëjmë, kur këthejmë kurrizin, shajmë njëri tjetri. Hiqeni këtë vesë, që ky është vesë i futur nga Sërbët, nga Grekët, nga armiqtë tonë shekullor. Jepni dorën që nesër, lagjes, shokut, që keni qenë bashkë në shkollë, vëllajt e ke vëlla, Peri Gjaku, motrës, afroni pra, afroni, erdi koha e shqiptarëve, lirin mëritë, sepse janë propaganda, 80 ca vjetë, po vrasëm njeri tjetrin. Si në kohën e komunizmit, arrestonin një, intrenonin kushrin e 8. I kuaja kohë, pse o them, ju sini as me pëden, as me pësen, po kënë hyrë një vale dhe u vjen zorë, mos u vi zorë. Eja një këtu shpresa e kombit, e shpresa e uaj, shpresa e fundit e Shqipërisë, që do mbajnë mend një histori, do bëj Shqipëria me kufi natyror, do bashkohemi bashk, t'i apëm dorë një i tjetrit, leri fetë më janë, shqiptarët e ne edhim, gjakun tonë si kemi qenë, pamarësisht, se jemi 3 fe, katolik, musliman, ortodoks, o krishterë, njësojnë. Po jemi vlezër, se kemi të ndarë fare, kur vinte në kohën e kishave, para komunizmit, në kohën e komunizmit, para se të rëzonin kishat e xhamit, vimim në kish, musliman. Kur beshe barjami, vini të gjithë, bërë një barjam. E dim fejnë tonë, si kemi qenë, si na kanë bërë. Por aman, 35 vjetë, u kanë coptuar në familje, u kanë darë burre grua, u kanë darë fëmijët, vjen fëmija vret baban, merë nëna e shpije fëmijën në rrugë, për të ullur e moralitetin e shqiptarve. Ka rritu fukaleku në vend, e marrë në punë, e bëjnë me provë. Daloni shqiptarë, daloni se këta janë mizat e kalit, këta janë rrugachër, mos kini frikë pe këtyre, dilni, mos kini halë, që këta kanë përfunduar, parate e tyre do t'i kini ju, vilat e tyre do t'i kini ju, makinat e tyre t'i kini ju. E di qa kanë ata? Po e përfundoj, do kenë kominoshe të grisura me gëshër, të hyj ajri, të shini në pushimet kur të rrien, sepse ditën
do t'i shini me zinxhir në këmbë 2 metro e 1 metro në dorë, të pastrojnë rrugët, të pastrojnë kodrat, atë që kanë bërë ju. Natën e mirë, dashur shqiptar, ejani sa më parë në shpresa e kombit, ejani të bëheni ambasador, të bëheni ministra, të bëheni drejtor, të bëheni pedagog, profesor, që të ngrenë flamurin, se flamurin tonë ka rënë, ashtu si në demonstrat, ta ngrenë flamurin, a i shini qevria si ka flamurët, i dhe e si heqme, griset, që flamuri në Amerike kudo, në mëngjes ngrihet, me darkë ullet. Natë e mirë, dashur shqiptar, u pres të vini sa më parë, për veten tuaj, jo për pilinqin, për fëmijët tuaj, për niprat tuaj, për veten tuaj të shini një ditë të bardhë. Natë e mirë u pafshin nesër në orën 3. Unë do dalë në orën 3, mbas dite, dhe në orën 6 më darkë. Do të them çdo gjë. Por atyre, ja 2 veta që shkrojnë, po, do arrestojnë edhe ju. Pra, shani sa të doni, sa të keni qef. Sa të keni qef, o mizët e kalit. Pra, kjo është puna të dashur shqiptar, po e përfundoj, natë e mirë u pafshim nesër në orën 3 dhe më 6.